Është interesant veçoh se këta persona kanë hyrë nga pika kufitare e Jarinjes. Kanë hyrë në Jarin? Po. Kanë kalu pikën kufitare e Jarinje dhe janë ndihmuar nga Branko Rakiq. Pra, është Branko Rakiq edhe këto dokumente të cilat i kemi siguruar si televizion ekskluzivisht në ditën kur janë arrestuar këta persona, në fakt e kemi shpalosur gjitha detajet dhe në dokumentet të cilat janë zënë, pra është në fakt është identifikuar që këta dy persona pra janë në institucionet të larta të sigurisë në Serbi të punuar. Po, kemi një agent ushtrisë së Serbisë, i cili njëkohësisht është edhe kapitan, dhe kemi Togerin, pra, polic, i cili në fakt ne kur e kemi marrë dokumentet që i kemi siguruar atë, e kemi pa pra që është edhe begji i tina, pra që e ka identifiku që është Togeri i policisë pra serbe. Dhe në momentin kur janë dalë këta persona, policia ka hasur në këto dokumente, por ajo çfarë e shoh interesant është që këta persona pra janë ndihmuar nga ky pra person Branko Rakiq për me hyrë në territorin e Kosovës, pra unë besoj që edhe sipas asaj informacioneve jo shumë zyrtare, është që kanë përdorur pra rrugë dytësore për me hyrë në Republikën e Kosovës, sepse ky person në fakt e kemi parë që poston edhe shumë fotografi, video në rrjetet sociale edhe nga Kapauniku. Pra e shohim që është një person... Dy ishin bazat e ushtrimeve të grupit të Radojqic. Po, është edhe baza, pra edhe vendi ku rën vetë kryeterroristi Milan Radojqic, por ajo çfarë unë e shoh dhe shqetësuese te kjo është pra që ne shohim se Serbia është duke i përdorur pra këto llojet e kamuflazhave për të shtitash persona të tjerë në territorin e Republikës Kosovës. Unë jam interesuar shumë që të shikoj në Gjakova ka manastira apo kisha ortodokse shumë, atje nuk është asnjë, pra. Nuk e di çka kanë kërkuar këta persona në Gjakovë, por e mira është që kemi një polici shumë profesionale dhe kanë arritur pra që me identifiku pastaj këta persona, por që kjo i mbetet institucionet të sigurisë që të marrin më shumë informacione. Zoti Mehmetin besoj që mund të na tregon më shumë pastaj edhe tek njërin nga këta persona pra të cilët mund të ketë edhe biznese të cilët edhe ka shmangje të tatimit, për shkak besoj që biznese që operojnë në Kosovë. Po, është ai Branko Rakiq, ai pra ka biseduar edhe një vulkanizer, por edhe biznese të tjera në Leposavić, dhe më herë pastaj na tregon. Vazhdon ti posedoj këto biznese apo ka biseduar edhe në kohën? Po, se ka informacione dhe zotri Mehmeti për këtë, po është interesant visok që këta tash po tentojnë që vëmendjen me tërheq nga pjesa veriore. Pra po tentojnë me shkaktu... Atë lëvizin në pjesë tjera e ke fjallë? Po, tash po tentojnë me lëvizin në pjesë tjera, sepse në Verina e shohim një punë gëzë shumë profesionale. Pra koncentrimi është atje, dihet që është ndoshta mas e pak po atje kemi policinë e cila merr në kohë reale visok pra informacione nga qytetarët e komunitetit serb. Pra tha edhe vetë Murati më herët që më herët ka qenë shumë e vështirë më bëu këto, por edhe zoti i Bishi na ka treguar vazhdimisht po që atje ka një situatë më ndryshe, por që policia po i gëzon informacionet shumë më shpejt. Në momentin pra që dikush tenton me kriju tensione atje, policia po arrit. Normalisht që këto hedhja shok bombave dhe gjëra të tilla po ndodhin sepse ka ende individ, po struktura dhe kombetje të atyre armëve, municioneve, gjëra të tilla që kanë qenë të Banjskës, por e shohim pra që përmes këtyre individëve dhe bashkëpunimit me ata individ cilët janë, Serbia po tenton pra të ndërhyjë përsëri në Republikën e Kosovës për të krijuar destabilitet. Kështu që e shohim pra ky është edhe agenti pra i ushtrisë serbe, i cili në fakt edhe është kapiten i saj dhe kanë hyrë me këtë veturë. Nëse tabelat Kragujevcit. Mund ta kthej regjia, është Milovan Stević ishte ky. Po. Dhe këto e kemi pra edhe Togerin i cili pra ka hyrë në territorin e Kosovës, por e shohim që këta dy persona tjerë visok që kanë hyrë në Prizren, cilët janë liruar nga prokuroria dhe ne shohim një absurditet në vete këtë lirimin e këtyre dy personave, sepse do ta diskutojmë kanë ndërlidhje me këta persona direkt. Pra ne kemi siguruar edhe emret e tyre, pra është Lazar Stanojević dhe Stefan Radibijević, të cilët pra vazhdimisht edhe kanë qenë në fakt në komunikim të vazhdueshëm edhe këta me persona tjerë. Kem ka ardhur edhe informacione nga policia e Prizrenit, por që prokuroria pastaj në mungesë të dhënies së dëshmive më të shumta rreth këtyre dy personave
persona kanë arrit pastaj që të liron prokuroria, por unë kisha pas shef një pyetje me Abazet Murat.